Një mesazh paralajmërimi është cilësuar sasia e lëndës plasëse që është shpërthehur pranë automjetit të njësisë administrative të Fushkrujës Ili Loci, ndonse ky i fundit mohon të ketë konflikte apo të dyshuar në lidhje me ngjarjen. ABC News ka siguruar pamje ekskluzive të mjetit tip Range Rover në pronësitë të Ilir Locit, vetëm pak minuta pasi u regjistruar shpërtimi me lëndë plasëse pranë një restoranti në Larush të Fushkrujës. Oficerët e policisë gjyqësore kanë rimarrë disa herë në pyetje Ilir Locin në lidhje me ngjarjen, por ky i fundit thosë se nuk ka konflikte me askënd dhe shpreh bindjen se shpërtimi nuk ka lidhje me të. Nga verifikimet e drejtanishme, pista ku janë shtrirë hetimet është ajo e detyrës së Locit. Aktualisht ai është kryetari i njësisë administrative të Fushkrujës, teksa më herët ka pasur detyrën e nën kryetarit të Bashkisë së Krujës. Burime pranë grupit që udhëheq hetimet i thanë ABC News se ka dyshime të forta që autori apo autorët e mundshëm të ngjarjes kanë studiuar zonën më herët ose i njohin atë shumë mirë. Kjo për shkak të itinerarit që është zbuluar nga kamerat e sigurisë dhe shpejtësia me të cilin është regjistruar ngjarja. Lënda plasëse është hedhur nga ana tjetër e rrugës, në oborrin e restorantit, përkatësisht në pjesën e përparme të mjetit nga ana e pasagjerit, teksa dhe një mjet tjetër foristrad mbeti i dëmtuar si pasojë e shpërtimit, i cili ishte i fuqishëm dhe u dëgjua në të gjithë zonën. Ngjarja u regjistruar mbrëmjen e 29 shtatorit pranë një restoranti ku Loci ndodhej duke darkuar me disa miqe familjar të tij, ndërkohë që policia ende nuk ka mundur të identifikojë autorët e ngjarjes.